Por si çdo ditë do nisi me ecurinë e tregjeve, do të shohim ecurinë e tregut brendshëm valutor ku vjet re një qëndrueshmëri për sa i përket këmbimit të dollarit dhe të euros në raport me lekun, por monedat e tjera kanë një tendencë në rritje përballë monedhës sonë. Ditën e djeshme dollari amerikan u zhvlerësua ndjeshëm për shkak të njoftimit të armëpushimit njoftuar nga presidenti amerikan Donald Trump, por njëkohësisht edhe nga disa komente të bëra nga shefi i rezervës federale Jerome Powell, i cili sinjalizoi se me shumë mundësi nuk do të ketë ulje të normës bazë të interesit edhe në takimin që zhvillohet në fund të këtij muaji. Megjithatë, Rezerva Federale parashikon 2 ulje të normës bazë të interesit për gjatë vitit 2025. Të gjitha këto zhvillime janë reflektuar edhe në tregun e brendshëm dhe sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98, dollari amerikan në mëngjesin e sotëm blihet me 83.9, i pandryshuar shitet me 85.1 lek në rënje të lehtë. Ndërkohë moneda europiane vion tregtohet pra nivelit më të ulët në histori, blihet me 97.6 dhe shtitet me 98.4 lek. Për sa i përket frangës zvicerane, kjo monedhë është rritur lehtësi në blerje ashtu edhe në shitje, blihet me 104, shtitet me 105.2 lek, ndërsa paundi britanik është i pandryshuar dhe sipas Iliria 98 blihet me 114.2, shtitet me 115.5 lek. Në ecurinë e monedhave të tjera, dollari kanadez është në rënje të lehtë përballë lekut, blihet me 61 dhe shitet me 62.5 lek. Një tendencë të kundërt ka dollari australian, që ka publikuar fitime modeste vetëm në blerje, kuotohet në 54.3 lek, ndërsa shitet me 55.5 lek. Jeni japonez është i pandryshuar, blihet me 0.57 dhe shitet me 0.6 lek. Edhe lira turke nuk ka ndryshuar në raport me lekun në mëngjesin e sotëm, blihet me 2.06 dhe shitet me 2.16 lek. Dinari Maqedonas blihet me 1.53 dhe shitet me 1.6 lek. Ndërsa për sa i përket ecurisë së rublës ruse, sërish kemi të bëjmë me një qëndrueshmëri, kjo monedhë blihet me 0.91 dhe shitet me 1.02 lek dhe së fundmi, juani kinez gjithashtu është i pandryshuar në mëngjesin e sotëm, blihet me 10.68 dhe shitet me 11.62 lek, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare dollari vion ndryshoi minimalisht në raport me lekun në raport me euro në mëngjesin e sotëm, por megjithatë monedha e gjelbërt vion tregtohet pra nivelit më të ulët në thuajse 3 vitet e fundit. Ditën e djeshme moneda e gjelbërt pati një tendencë në rënje përballë shportës me 6 monedat kryesore ndërkombëtare, menjëherë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi armëpushimin midis Izraelit dhe Iranit. Megjithatë, në orët në vijim ky armëpushim u shkel sepse Izraeli akuzoi Iranin për lëshimin e një rakete e cila nuk shkaktoi dëme dhe në anën tjetër Izraeli bombardoi me avion disa pika në territorin e Iranit. Kjo bëri që presidenti amerikan Donald Trump të ishte shumë i anshpër me dyja vendet, veçanërisht me Izraelin për sa i përket shkeljes së këtij armëpushimi. Gjithsesi analistët mendojnë se me këmbguljen e Shteteve të Bashkuara, palët do të ulen në bisedime, por gjithsesi në anën tjetër ky armëpushim vijon të jetë shumë i brisht dhe ka paqartësi të mëdha edhe në lidhje me faktin nëse bombardimet e avionëve amerikan e kanë shkatruar apo e kanë vonuar aktivitetin e pasurimit me uranium apo programin bërthamor të Teheranit zyrtar. Aktualisht, këmbimi euro-dollar është i pandryshuar dhe moneda europiane këmbehet me 1.1608 dollar, pra nivelit më të lartë në thuajse 3 vite e gjysmë. Ndërsa përballë dollarit, paundi është rritur me 0.12% të vlerës dhe këmbehet me 1.3630 dollar amerikan. Përballë frangës, dollari ka rënë me 0.19%, këmbehet me 0.8038 franga, dollari australian ka fituar 0.31% të vlerës, përballë dollarit amerikan këmbehet me 0.6506 dollar amerikan.
Ndërkohë, dollari kanadez është rritur lehtë me 0,04%, këmbet me 0,7287 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është rritur me 0,24% vlerës dhe këmbehet me 145,26 jen mesatarisht. Në tregun e kriptomonedhave, vjet re një tendencë në rritje në sesionin e sotëm me Bitcoin, që është ngjitur edhe mbi nivelin e 106.000 dollarëve gradualisht. Kriptomonedha më e madhe në botë po rikuperon terenin e humbur për gjatë ditëve, 12 ditëve të sulmeve të ndërsjellta midis Iranit dhe Izraelit. Gjithashtu investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek çdo sinjalizim që mund vi nga Shtetet e Bashkuara për sa i përket normave të interesit, ndërsa takimi radhës i rezervës federale në 29 dhe 30 korik do të japë më tepër qartësi për sa i përket normave të interesit. Analistët gjithsesi parashikojnë se në takimin e korikut nuk do të ketë një ulje të normës bazë të interesit dhe ulja e parë mund vi në muajin shtator. Bitcoin ka fituar 0,54% të vlerës dhe kuotohet në 106.719,72 dollar, ndërsa Ethereum ka rënë lehtë me 0,09%. Kuotohet në 2.448,37 dollar, humbjet më të mëdha i realizon Ripple me 1,24%, kuotohet në 2.1877 dollar, ndërsa Litecoin ka fituar 0,19% të vlerës, kuotohet në 85,35 dollar dhe Bitcoin Cash realizon fitimet më të mëdha në përqindje me 5,52% dhe kuotohet në 481,55 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Në tregun e naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje të konsiderueshme në sesionin e sotëm pas 2 ditësh me radhë në rënje. Në ditën e hënë çmimet humbën mbi 7% të vlerës, gjithashtu edhe ditën e dieshme ranë me rreth 4%, ndërkohë sot më tepër investitorët e cilësojnë si një korektim të vlerave, por njëkohësisht ka dyshime në lidhje me armëpushimin midis Izraelit dhe Iranit. Aktualisht nafta Brent e Londrës ka fituar 1,94% të vlerës dhe tregtohet në 68,44 dollar për fuqi dhe një mbështetje në sesionin e sotëm po e gjejnë edhe nga pritshmëritë për një rritje të kërkesës. Në këtë mënyrë, ditën e djeshme, nafta Brent preku nivelin më të ulët që nga 10 qershori, ndërsa nafta bruto amerikane preku nivelin më të ulët që nga 5 qershori në dyja rastet përpara sulmeve të Izraelit ndaj bazave ushtarake të Iranit, por edhe të vendeve ku zhvilloi aktiviteti i pasurimit me uranium këto sulme, u ndërmorën në datën 13 qershor. Ndërkohë, pas sulmeve, çmimet e naftës prekën nivelin më të lartë në thuajse 5 muajt e fundit me naftën Brent, benchmarkun global, që u rrit deri në 78 dollar për fuqi, por të hënën 10 martën humbi rreth 10 dollar në tregtimin e kësaj kontrate. Ndërkohë, nafta bruto amerikane është rritur me 1,85%, tregtohet në 65,56 dollar për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur me 1,11% të vlerës dhe tregtohet në 682,75 dollar për ton. Përsa i përket ecurisë të çmimeve të metaleve të çmuara, ditën e djeshme ari humbi rreth 2% të vlerës, duke prekur njëkohësisht nivelin më të ulët në 2 javët e fundit, si pasojë e armëpushimit njoftuar nga presidenti Donald Trump mes Iranit dhe Izraelit. Me njëherë pas këtij njoftimi, investitorët u larguan nga asetet e sigurta ku bën pjesë edhe metali i verdhë dhe preferuan më tepër asetet me risk. Gjithsesi, në sesionin e sotëm, çmimet janë rikthyer fitimeve dhe njëkohësisht në këtë treg do ndikojnë edhe dhënat që në mënyrë të tërthortë sinjalizojnë vendimarrjen e rezervës federale në Shtetet e Bashkuara. Investitorët sërish vjojnë të besojnë se do të ketë 2 uljet normës bazë të interesit deri në fund të këtij viti. Aktualisht ari tregtohet në 3.346,7 dollar për onzë në rritje me 0,38%. Argjendi ka fituar 0,69% të vlerës, kuotohet shumë pranë nivelit të 36 dollarëve në 35,98 dollar dhe platini është rritur me 1,3%, realizon fitimet më të mëdha në përqindje duke u ngjitur sërish në nivelin më të lartë në thuajse 4 vitet e fundit, tregtohet në 1.321,5 dollar për onzë. Do të shohim gjithashtu
edhe ecurin e tregut të aksioneve, ku bursat europiane janë hapur në territor pozitiv në sesionin e sotëm, duke zgjeruar në këtë mënyrë fitimet e ditës së djeshme, por fitimet e kufizuara sot sinjalizojnë se mesëtorët vjojnë të jenë fokusuar dhe kanë sërish pikpyetje për shkak të armëpushimit të brisht midis Izraelit dhe Iranit. Në fokus të tregjeve, ishte ditën e djeshme, do të vjojë të jetë edhe sot dëshmia e shefit të rezervës federale Jerome Powell përpara Kongresit Amerikan. Ditën e djeshme ai ka sinjalizuar se me shumë mundësi nuk do të ketë një ulje të normës bazë të interesit edhe në takimin e korikut, por ai shprehu vendosmërinë e rezervës federale për ta mbajtur inflacionin nën kontroll. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0.3 dhe 0.12%. CAC 40 i Parisit dhe indeksi i Zyriut SMI kanë fituar 0.51 dhe 0.45% dhe FTSE MIB i Milanos është rritur me 0.42% të vlerës. Në ecurin e tre indekseve kryesore në Wall Street, për sesionin e kaluar, sërish tendenca ka qenë në rritje mbi nivelin e 1%, ndërkohë ditën e sotme përveç zhvillimeve gjeopolitike, investitorët do ta rikthejnë vëmendjen tek çështjet që kanë të bëjnë me vendosjen e tarifave. Ishte tema kryesore që mbizotëroi tregjet përpara se të fillonte lufta 12 ditore midis Izraelit dhe Iranit. Dow Jones është rritur me 1.19%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq kanë fituar 1.43 dhe 1.11% të vlerës. Në ecurin e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, fitimet kryesohen aktualisht nga sektori industrial, por njëkohësisht edhe kompanitë e shërbimeve Sartorius është rritur me 1.49%, Rheinmetall, Siemens Health, Airbus dhe Siemens Energy gjithashtu kanë fituar nga 0.59 deri në 1.42%. Rheinmetall është kompani e specializuar në prodhimin e armëve, por njëkohësisht edhe pajisjeve të tjera ushtarake dhe pikërisht për shkak të shpenzimeve që pritet të rriten nga vendet anëtare të NATO-s në 5% prodhimit të brendshëm bruto, kompanitë e prodhimit të armëve janë rritur ndjeshëm për gjatë sesioneve të fundit. Dhe së fundmi në performancën më dobët, Deutsche Post ka rënë me 1.18%. Hannover Rye, Commerzbank, Kiagen dhe Continental janë në rënje nga 0.56 deri në 1.12% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.